kjo legjislaturë duhet të morë rikonfirmim për elektoratit. Nuk po mendoj që duhet më shku drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Ti e çon dorën për mos me bë koalicion me Vetëvendosin. Sakt. Mendoj që qeveria Kurti nuk ekziston, është jo legjitime. Me mandat s'ka dumë dhe për te kësaj është në detyrë. Në formë pa drejt na kemi ngritur edhe kallëzim penal si parti për këtë çështje. Koxhamati dhe presim shurtimin e tij. E dyta mendoj që është vonë për pjesën e fillimit të konsultimeve ose eventualisht negocimeve sa kanë shku prej zgjedhjeve nacionale dhe është dashur reflektimi më ndodh shumë herët mendoj. Jo më tentu me konsumu përmes komunikimeve formale, po më tentu me ndërtu komunikim ferët, sinqert, edhe me një dozë goxha të madhe të solidaritetit tu e ditë sjelljen e tyre pas përfundimit zgjedhjeve. Konsideroj që kjo legjislaturë duhet të morë rikonfirmim për elektoratit. Nuk po mendoj që duhet më shku drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe me morë rikonfirmimin secili prej deputetëve, ata që hyjnë listë dhe me pa manej sjelljen e tyre në secilis parti, tu e nis prej partisë që tash përfaqësoj unë dhe të vazhdo tutjet e secila mirë, po është detyrë, obligim ligjor, moral e politik i atij që fiton shumicën me ndërtu spari komunikimin me solidaritet e tutje manej edhe koalicionin e mundshëm. Se po mendon që elektorati, ju partisë spindroni qëndrimet, po lë prej elektoratit mi ndru qëndrimet. Me fjalë tjera, pse ka me votu ndryshe elektorati mas veç pak mujve i lirë? Ajo dëshmu që elektorati voton ndryshe mas pak mujve është dëshmu edhe në zgjedhje lokale. Jo, valla së dëshmu se këtë tjetër sen janë zgjedhjet lokale. Nuk janë tjetër sen, na jemi të njëjtit njerëz. Po veç njëjtat komuna që ka pas pimon, ju disa njëjtat që keni pas pimoni, ka dëshmu kur gjo zgjedhjet. Tu është me krahasu çka ka ofruar një parti që ka shumicën te kandidat për kryetar komunave. Njëj qysh ka ofru herën e kalume, qysh e ka dënu populli, edhe ja ka dhonë mbi 50% në qendër, edhe kurs ja ka dhonë komunat ma shumë se 4. Tash, unë mendoj që ajo pjesë ose ajo sjellje elektorale ka fitu dijen e nevojshme në raport me ato që ka ofruar lëvizja vendosje, edhe pjekurinë e nevojshme që mos me votu më. Po është thash që pjesa e kësaj legjislature duhet me marrë rikonfirmim në zgjedhje edhe me vazhdu tutjen me ndërtu komunikimet të reja. Ata duhet mu vedisu që partia që me fiton shumicën e ka obligim ligjor, moral e politik me ndërtu komunikim edhe me ndërtu manej edhe pjesën e marrëveshjeve, nuk janë obligime këto të partive dyta e treta. Apo kuptoj drejt që ti si antari kryesisë LDK-s je thjesht një kryetar, po je kryetari komunës, po je edhe antari kryesisë, ti vota jote me dve dikush sot, ti e çon dorën për mos me bë koalicion me Vetëvendosin. Sakt. Kjo është menimi jam edhe për politik, edhe personal, tu e bazu në sjelljen e Vetëvendosis për krejt këto kohë edhe formën që ata kanë konsumu krejt këtë kohë deri në zgjedhjet lokale. Bile unë mendoj që ka pas edhe strategji pak që më tentu me ndërtu një momentum ku më shku në zgjedhje lokale bashkë me ato nacionalet e tillë ka qenë edhe sjellja e kryetarit të vendosjes bile edhe në tubimin në Istog. Istog ti e ke vendos në shkurt, lutem sjellë njëjtë edhe ka shi zgjedhjeve lokale, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur.